Raza. Për çka dëgjojmë lumë ne? E çka premton me ju lumë ne? E çka është realiteti mirë ne? Hipoteka për këtu objekteve shkon në, që i thonë atje, në Kurbin. Tokët dhe mi kërku ke Albania. Zhyrat janë dy los. Si me dy los qëtë se nuk gje zgjidhje. E para. E dyta, thotë që ka lëvizje, bëhet ndryshim. Njerëzit lëvizin prej halli, se s'keni lëviz ju atje prej Tirana, tikni në ju atje më ta në Italia, Gjermania, tikni në ju, për më mirë. Po jeni mirë këtu, e në lini ne hap karrek, e në thoni më në mrapa, japim premtime, po t'ishte për 2014, në 2026 një thonë 12 vjetë. Për 12 vjetë, sistemi kaluar ka bë mërkullina. Këtu vetëm shkatrime. Shkjo të kisha thamun, zgjidhjen e problemit të tokave, të hipotekës, edhe më afër qytetarëve. Ka që kisha. Faleminderit. Okej, Anis vazhdon me radhë. Vazhdon me radhë. Okej, me ju përmbajt kohës, po. Po. Unë do doja që të krijonim një radhë dhe ngritja dorës do të na kishte dhënë mundësi që të krijonim një radhë një pas një. Tani, ju lutem respektoni vajzat që janë në shpërndarjen e mikrofonit, e kalojmë tek zotëria që ka ngrit dorën dhe u ngriti pari mbas zotërisë që sapo foli. Koha jo të filloj. Faleminderit. Përshëndetje gjithë juve që jeni këtu. Unë do flas vetëm në emrin tuaj dhe të asnjërit nga ato që janë atje. Arsyeja pse? Të ndoqa me vëmendje, të kapa dy momentet kryesore. Populli tha e po zhvendoset nga zonat rurale dhe po shkojnë në qytet. Dhe unë do të thojë më tej, ka dalë jashtë shtetit fare. Arsyeja pse? Është fruti i reformave të juaja. Kjo lëvizje. Po çdo të thotë kjo katastrofë është fatkeqësi kombëtare. Të shkatërrosh trupin tënd nëse e konsideroj gjithë Shqipërinë një trup të vetëm. Dhe ta përqendroj shëndetin thjesht se funksionon një organ në trupin e saj, kjo është vdekje për zgjallit. Që të ketë jetesë në një dhe, në një vend caktuar, më duhen dy kolona. Më duhet materiali tok dhe materiali njerëzor. Fatkeqësisht materiali njerëzor nga ky dhe është me reformat e juaj është detyru, nuk them se keni dëbu me forcë, por i keni mohu mundësinë për të jetuar i lirë në këtë vend dhe u detyru të ikë. Shkurt e thjesht do të përmbledh në lidhje me reformën me atë që kërkohet. Nëse tentojnë tek ajo që tha e ti, bashkia është forcu, mu më ngjan sikur t'u bëj ftesë gjithë këtyne, hajni këtu në sallë dhe të ushqeheni, ndërkohë që sofra është atje. Dhe ju thuhet zgjatni dorën dhe arrini të mbijetoni. Gjë që është e pamundur. Detyrohen gjithë njerëzit, hapin derën dhe largohen. Reformat e juaja po e përqendrojnë gjithë kapacitetet njerëzore, po i përqendrojnë në qendër. Ne shemem sistemin pikërisht për të shkatruar centralizmin demokratik, të ndërtojmë një rend demokratik, që do të thotë, pushteti tu shtrohet këtu janë këtë sallë nga populli poshtë dhe janë nga qendra në mënyrë centrike. Ne dhe reformat e juaja po si thush riciklojnë copat e sistemit të para 90-s. Vetëm se mi reklamoni me ca zbukurime për marramense për qytetarin. Pra, që të ushqihet gjithë kjo sallë, nuk me duhet një tavolin atje. Me duhen sofrat dibrane, në çdo 10 veta atje të ketë sofrën e vet. Të mbush sofrën e vet, të ushqihet në sofrën e vet. Sepse nëpërmjet sofrës qendrore nuk ushqihet masa ashtu si duhet. Kush të dojë le të qohet më sfidoj për këtë. Unë du shërbimi të kërkoj qytetarin. Dhe jo qytetari të rend pas shërbimit, dhe shërbimi vetëm vjen duke ju largu,
Gjithë bota po eksperimenton mbi ne dhe ne po eksperimentojmë mbi veten. Pra besoj se e morët vesh. Unë jam E ke atë kry që sofrat, e ke kry 3 minuta 10 sekonda. Dëgjoj. Okej. Tani, bukur, a mundet që të ecim pak në mënyrë më konkrete edhe njëherë, do doja të dija nga reforma të cilën praktikisht e kemi për ta diskutuar në tavolinë, por që e keni jetuar gjithë. Mund të më thoni realisht, a ka disa gjëra pozitive dhe disa gjëra që janë sfidë për t'u bërë? Po. Kush e kishte a kishte një rend për këtë? Kam përshtypjen, të lutem. Po. Ja, një sekondë, edhe këte ka zonja. Pash disa zonja që ngritën dorën këtu. Okej, ka për një zonjën, pra. Unë mendoj që këte ka zonja, po aq, kështu që a vendosim një balancë, ta vendosim një balancë. Dëgjoj. Le ta vendosim me balancë. Atëherë, a kemi, dëgjoj se nuk po kërkojmë një zonjë me zorr, po përpiqemi të kuptojmë nëse midis krave të ketë një lloj pariteti. Okej. Me një herë mbas. 3 minuta me një herë mbas. Zonjë, 3 minuta tuaja, vetëm ju lutem prezantohuni me emër, mbi emër edhe pak a shumë pozicionin, po aq për mua shumë e rëndësishme qarku dhe bashkia apo institucioni vendor që juve ju takon. Përshëndetje, jam Hermonela Shaphasa, vjen nga bashkia Klos. Okej. I nderuar komision, unë sot nuk flas vetëm si biznesmene dhe si investitore, por si bi Klosi që jam kthyer me zemër dhe me vepra në vendlindjen time Klos. Kam zgjedhur të investoj në Klos, jo rastësisht. Kam parë potencialin e jashtëzakonshëm që ka kjo zonë. Natyrën, historinë, traditën dhe mbi të gjitha njerëzit e saj punëtor. Investimet e mia nuk janë thjesht projekt biznesi, por janë besim tek e ardhmja e këtij qyteti. Por zhvillimi nuk mund të ecë përpara nëse do psohet vetë struktura që mban gjallë të komunitet. Copëzimi i bashkisë së Klosit nuk është thjesht vendim administrativ. Është një goditje për identitetin, për ekonominë dhe për mundësinë që kemi për të ndërtuar të ardhmen këtu në Klos. Si unë, ka shumë qytetarë që kanë zgjedhur të qëndrojnë, të investojnë dhe të kontribojnë. Ne kemi nevojë për një bashki të fortë, pra njerëzve që të mbështesin zhvillimin lokal dhe të japi zë komunitetit. Klosi nuk duhet të zhbohet, por të fuqizohet, jo të humbas rëndësinë për të bërë shembull i zhvillimit në zonat rurale. Unë besoj te Klosi dhe do vazhdoj të investoj, të punoj, të luftoj që ky vend të marrë vlerën e merituar. Faleminderit. Faleminderit zonjë. Me thënë drejtën isha skeptik, nisa kohën thash me letër 3 minuta, por 1 minutë e 42 sekonda në kokë. Do doja tek zonja e cila natyrisht që ka radhën për ta dëgjuar tani. 3 minuta tuaja nisën. Faleminderit Alketa Agolli, këshilltare. Në fakt, ju